Gjykata e apelit me jurisdiksion të përgjithshëm në Tiranë ka vendosur të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për Gjon Shkambin, i akuzuar si bashkëpunëtor për vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja, ngjarje që tronditi sistemin e drejtësisë në fillim të këtij viti. Në kërkesën e depozituar nga avokatët e tij, Shkambi kishte mohuar çdo lidhje me krimin, duke theksuar se nuk kishte dieni për veprimet e nipit të tij. Elvis Shkambi, i cili qelloi për vdekje gjyqtarin Kalaja në ambientet e gjykatës menjëherë pasi ky i fundit lexoi vendimin kundër kërkesës së tij në një çështje pronësie, por prokuroria ka paraqitur prova dhe dëshmi që sipas saj tregojnë se Gjon Shkambi ishte në dieni se nipi kishte hyrë në sallë i armatosur dhe kishte nxitur atë të hakmerrë ndaj gjyqtares edhe palës kundërshtare në proces. Hetuesit theksojnë se konflikti për pronën i zgjatur ndër vite kishte përfshirë të dyja familjet në një betejë të gjatë ligjore, ndërsa Xhaxhai i mohon akuzat nipit 30 vjeçar Elvis Shkambi, i cili ndodhet gjithashtu në paraburgim, ka pranuar autorsinë e krimit dhe nuk e ka apeluar masën e sigurisë. Në një letër të shpërndarë nga qelia, ai ka shprehur pengesë për aktin e kryer dhe ka rrëfyer vështirësitë që ka kaluar në përpjekje për të fituar pronën që sipas saj përkiste familjes. Ngjarja që ndodhi në mjediset e një gjykate ku humbi jetën gjyqtari Kalaja dhe u plagosën 2 persona të tjerë, ka tronditur opinionin publik dhe ka ngritur shqetësime për sigurinë në sallat e gjyqeve. Hetimi për këtë rast po vijon me fokusin tek roli i mundshëm i Gjon Shkambit me nxitjen e krimit dhe te lidhjet e konfliktit të gjatë pronësor që i parapriu tragjedisë.